karakteristikë të kësaj feste të veçantë? Si që the edhe vetë, kjo ditë, sidomos për ne Elbasancat, po tani do më thëmë pa tjetër, ka marrë edhe geografia e saj është zgjeruar pa tjetër. Tani po festohet paka shumë gjithandej. Dhe është gjë e bukur pa tjetër, por sidomos për Elbasanin, për Elbasanasit, është dita më e bukur dhe më e ëmbël e vitit, në kështu do e quaja. Ka ato energjin, ka elementet e saj që të më thënë, ne nisim me këto shportën, elementet që e karakterizojnë, si fizik ato dhe edhe ato ushimor dhe gjënë më të bukur dhe më të ëmbël që do ta themi pak më parë, po të fokusohemi tek shporta. Se shikoja aty përveç këmbësirës, që dua pa tjetër që do ndalemi pak më me detaje të këmbësira, por shikoj dhe disa elemente tjerë, për shembull verorja. është, se unë e them se e di. Sigurisht. Se e kam nga eksperiencë dhe nga që kam jetuar vetë në Elbasan e di fare mirë se çfarë do thot. Po ma trego pak, deri në shoh që ti vetë personalisht e ke vendosur. Kur vendoset verorja? Javën e fundit, do më thënë këtë javë të tërë. Edhe sot, po edhe 2-3 ditë më përpara, edhe kjo do më thënë simbolizon gjallërinë, ringjalljen e natyrës, ringjallërimin e çdo gjëje që neve na rrethon. Dhe prandaj ka dhe ngjyrën e kuqe dhe të bardhë. E bardha dhe e kuqja. E kuqja simbolizon dashurinë dhe forcën. E bardha pastërtinë edhe paqen. Të katër këto element, duke u bashkuar bashkë, do me thënë të sjellin atë energjin, të sjellin edhe fatin, të sjellin edhe shëndetin që predispozohet të jetë të gjithë vitin që na pastaj kur hiqet verorja, se kam përshtypjen që si vendosja, ashtu edhe heqja ka një ditë sigurisht. Verorja, do me thënë, për të vendosur e tham tërë këtë javë edhe sot, ndërsa për të hequr është shumë e rëndësishme kur të shikohet dallëndyshja e parë. Shumë e bukur. Sepse pikërisht kur vinë dallëndyshet, atëherë është momenti që ka ardhur realisht sezoni pranverës. Dhe ku vendoset në momentin që hiqet? Pra, ka një element? Thuhet, do me thënë në një deg gjithashtu. Në një deg gjithashtu. Në një deg gjithashtu. Nuk e një lule çfarë do. Nuk ka rëndësi fare, po do ishte mirë në një deg jashtë. Dhe supozot që dallëndyshet vita marë, apo jo? Supozohet që po. Të paktën shumë e mund që na thonin kur ishim të vegjël.